Lavd falëndërimi është për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet janë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, I cili është profeti I fundit, mëshira e mbar njerëzimit. Këto salavatet dhe selamet janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon Kur'an me fjalën e tij: O ju musliman, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si I takon atij dhe asesi mos disni ndryshe vetëse me iman. Të nderuar vëllezër, duke pas parasysh se afrohet koha e zgjedhjeve, tema jonë nuk ka të bëjë me to, po ka të bëjë me veprimet e besimtarëve, se si duhet janë të matura, edhe çka na këshillon feja ne si popull për ta ruajtur të mirën e përgjithshme, për të cilën gjithë secili është të kontribu, gjithë secili është të dhënë ka një troh mund si pas mundësive të veta. Neve me këtë rast këshillojmë, Allahu Gjaleshanu ka thënë Kur'an: thuju, urdhëroj robërit e mi, le të flasin veç fjalë të mira. Prandaj këshilloj veten time, juve si besimtar, por edhe ata cilët janë jashtë xhamive, kudo kofshin, që mos ta ofendojnë njëri tjetrin, mos ta shajnë njëri tjetrin. Besimtarët janë të thirrur për me fol veç mirë, veç marë, me fol veç ajo fjalë që është të dobishme. Në Islam shpifja është e ndaluar. Në Islam shpifja konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Allahu po ashtu në Kur'an ka thënë: o ju besimtarë, nëse ju vjen një fasik, një mëkatar, një gjunaçar që I bën gjunat e hapta, me një lajm, ju vjen me një lajm, mos e merrni si të vërtetë përderisa nuk e vërtetani. Prandaj nuk I lejohet asnjëri prej besimtarëve që merr prej e shpifjeve për njëri tjetrin, kush do të qofshin ata. Pa marrë parasysh, nuk na interesojnë neve emrat e liderëve partijak, emrat e partive. Na intereson që kërkuj nuk bën me I bë zullum me shpifje. Me shpifje. Nëse s'ki fakte, kime marrë gjunat e Allahu Gjaleshanuhu. Nëse s'mojnë me të padit njerëzit në këtë botë, kanë me të padit të Zoti Azza wa Jalla. Një njeri I cili ndërton jetën e vet me faqebardhësi, edhe qohet dikush për fushat, shpif për ta, na themi kjo është haram. Kjo është për mëkateve të mëdha. Shpifjet nuk lejohen. Arsyetimi I disa politikanëve se hajtë se kjo është fushat zgjedhore dhe mas fushatës nuk mirën parasysh, ne ju themi kjo është brumi I munafiklukut. Besimtari që besimtar, as fushat, as pa fushat, as në fush, as në livad, as në mal, nuk rranë, nuk shpif. Po ka qenë afera, euforia që ashtu e situatën. Në situatat më të këqija, Allahu Gjaleshanu ka thonë në Kur'an: kur je mas ngushti, kur je mas në zërë, thujet vërtetën edhe nëse është kundër teje, ajet kuranor. Dëshmo kundër vetës tane, thujet vërtetën edhe nëse është kundër vetës. Edhe nëse është kundër babës edhe nanës tanë, thuj hakin. Ama jo me shpif për njerën që ato që se ka, kush do koftaj, na po flasim për parime islame. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka mësu, ka thonë: nuk ka përparësi kërkush ndaj kërkuj, përveç me devotshmëri. Kërkush nuk bën me nënçmu kërkon në emën të filan partisë. Jo. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam: nuk ka vlerë filani prej filanit illa përveç me devotshmëri, kush I bjerë Allahit në sejdë. E vetmja gjë që në ditën e kiametit ka më marrë parasysh, kërkush nuk ka me të pyet se pi cillit fis, cilës kabile, çfarë mbjam ki, çfarë në shtetësi e ki, I cilës partije. Devotshmëria. Veç ai që bën sejdë Allahut azza xal, çaj në ditë kiametit ka vlerë. Pashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimtarët janë si një trup I bashkum, e ndërtojnë njëri tjetrin, e afrojnë njëri tjetrin. Asesi muslimanët, sidomos ata cilët vinë në xhami, kur dalin pi xhamis më u përqa në, domethënë, në qëllime partijake, as di si ta quaj. Bashkoheni vëllazni, se na kemi diçka më të vlefshme se sa përçamjet në emën të partive. E kemi dinin e Allahut azza wa jall, e kemi vatanin, e kemi këta dhe që të gjithë pretendojnë se e dojnë, të gjithë pretendojnë se po I shërbejnë, a mënyrë indirekte dikush thjesht vetës vetë I shërben. Prandaj edhe duhet mu kuptu
mu kuptu pozitiv ajo thonja ati Relinda, si kur ka thonë për feja shqiptarë të shqiptaria, që është keq kuptu pastaj nga ata që se dojnë fejnë, është keq kuptu, se nëse është pyetja, ai ka thonë, mu përqa njerëzin baza fetare, këta të dhe, edhe na themi stop, ka dalë, s'ka musliman katolik ortodoks, ka dalës, bashkohuni, ta rujmë vatanin, ta rujmë atë dhejun, se gjithë kena luftu, gjithë kena thonë, mos pa që mi thonë pik gjaku, pik djerë se kemi thonë, gjithë se cilë me mundësit tona. Pasaj nëse në amën të fesë nuk banë me përqa këta të dhe, po në amën partisë, kemi arë në një gjendje ku ti çuditesh, dhe më thonë, me gjithë se cilin haptas shpif, haptas rajnë për njëri tjetrin. Kush do qofshin ata dashur vëllezër? Kujdes, Allahu Gjaleshanu ka me na pyet edhe për ma të voglën shpifje, që ma e vogla shpifje. Ka pjeni dorën, bashkoni njëri me tjetrin, ta rujmë diçka që është ma madhe. Për çka bonë zgjedhjet? Për mu përqa njëri me tjetrin? Jo, për çka bonë zgjedhjet? Për me që venin për para mrapa? Pa pëndzojmë për para. A shihet a vrejet në praktik? Jo. Partit vjen edhe shkojnë, këshillu ku jetë. Daja, nipi, kusherini. Ne kemi bërgjë mi shku njëri tjetrin, me akryt panën, me akryt darsën, me akryt dekën. Jo mi dalu njerëzit me parti. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu e kanë pa plakin hebrej jahudi. S'ka ku me marr mangër me pi. Kamet në rrugë po lyp. Ku e ki familjen s'kam kërkan. Prej aty Omeri ka bo penzion për pleqt. Prej atër është penzioni. Ndihma sociale. Prej atër janë domet pleqve ku s'ka pas kush me rujt ata. Edhe pse u konë hebrej. Ka diçka për te është njerëzorja. Andaj keni kujdes vllazni. Nuk du të përzim të e pjesa tjetër. Na jemi vlazën. Na jemi vlazën. Sidomos na që i bim sesh dhe Allahit. Ato që na bashkojnë janë shumë më të rëndësishme se ato që ka na përçajnë. Neve na bashkon shahadeti, neve na bashkon sejdja, na bashkon xhamia, na bashkon gjua, na bashkon feja, na bashkon kombi, na bashkon vendi ku jemi të jetu. Nuk e kemi luksin e përçamjes. Dëmon mbi pak patriota, taman patriota. Jo partiasha, patriota. Nuk janë të përhershme, nuk hyshin në xhenet e në xhenem filan partinë cëllën je. Hyn xhenet në xhenem, a je besimtar, as je besimtar, apo shkosh udhës Zotit apo jo. Prandaj në kohën e mëçme kur ka ndodhur fitnia mes Aliut dhe Muaviut, njëri prej ulemave i kanë thonë, ti, a je me Alin a me Muaviun? Ka kesh. Ka thonë, unë jam me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këto fitne nuk ndikojnë të unë. Prandaj, asesi këto fitne të cilat ndodhin, sa herë vjen zgjedhjet, mos me ndiku të zamrat e juja. Ju keni diçka më të madhe me çka me u bashku për mos mu përçanjen me tjetrin. Ajo është fjala e Zotit. Mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, njerëzilluku, dashnia për këtë vatan, për këtë dhe, të gjithë pretendojnë edhe ata që janë për pozita atje, në shërbim. Kur vjen pyetja, ky nënçmim, kjo përçamje, pastaj edhe e fundit për mos më zgjat, të gjithë atyre liderëve të cilët mendojnë me i fitu zgjedhjet edhe votat e tyre, të e shat tjetrën. Themi nuk është kjo alternativë. Kurve e ka pas tradit muslimani me shanje një tjetrin, me ofendu, me përqesh, me nënçmu. Kur e ka pas tradit shqiptari me bani gjatë tillë, nuk është në rregull. Ti duhesh me kallzu vlerat tua. Jo me shat tjerë. Nuk më rrinë përpjet të i shat tjerë. Kërkan. Andaj ulemat kanë thonë, kur nuk mundesh me ngrit nalt, ty ja shtyp kurrizën tjetrit. Andaj le të jetë ky mesazh për të gjithë juve për hir të Zotit Azza wa Jall. Nuk du mu përzi ato pjesët që ju takon gjithë secillit për juve që ja u garanton shteti edhe në aspektin fetar. Nuk na takon neve mu përqa në asgjë përveç se na bashkon dini i Zotit. Bashkoni për këtë vatan, për këtë atë dhe, që është na bashku kur kon koha. Mos bani debate në për neje, në për tubime, në për kafe, ku po ngushtohemi edhe na kur po shkojmë. Ky shaj ata, i shaj këta. Ma vllazni, kemi dalë pi xhamis në kafe me shku mu për la. Cili jo më i mirë, cili më i keqe. Prandaj
të reflektojmë na si musliman, ma shumë se sa ata të cilët nuk vjen në xhami. Nuk na lejon Allahu më përçat, bashkohemi për Zotit Azza wa Jall, pastaj për respekt të atyne nanave që i kanë dhënë fëmijët e tyre dëshmor. Për respekt të atyne veteranëve të cilët hala plumat edhe pjesë të granatave kanë nëpër trupat e tyre halajën gjallë. Për respekt të gjithë secilit që e ka dhënë një pikë djerës për këtë vend. Pastaj mbi të gjitha për Zot Zotit. Se çaj që se do vatanin e vet, ai ka me pas probleme edhe me imanin. Prandaj pleqt kanë thonë një fjalë, vatani imani. Kanë thonë edhe kundërta, imani vatani. Çaj që ka vatan mund me pas iman. Se nëse s'ki vatan, të përzen. Qysh na ka përzon ditën e Bajramit, fshatin tam. Përzen. Se s'ke pas vatan, s'u ne ke marrë as imanin. Edhe kundërta imani vatani. Çaj që s'ka iman, s'u ne ma vatanin se e shet. Bon të shpion. E shet për pak pare. Andaj këto dyja të shkojnë njëra me tjetrën. As kush në amën, as partisë, as të fesë, mos mi u përqa me i bon dam vatanit. Unë jam kundër asaj që na si musliman me urejt atë tjetërin pësa është i krishterë ku e di qka, veç në amën fesë. Haram është kjo. Ta shumë për e thamë si musliman, e le mos si partija, hala ma keq. Për irtë Allah, të zëgjel të arrujmë një tjetërin, të dojmë një tjetërin, të respektojmë një tjetërin, të reflektojmë pozitiv. O Zot udhëzoj këtë popull. O Zot falë këtë popull. O Zot na i falë edhe të vdekurit tonë. Na i mëshirata, që ju selam për e neve. E vladët tonë na i rrit me halal. Na i udhëzon rrugën tonë. Na i qelë sytë e zamrës, o Zot. Na bën taman patriot që e dojmë atë dhejën edhe i shërbejmë venit tonë. Zot, na mundësa me jetu me islam, me vdek me islam, me dalë para teje me islam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.